Tortë me vallëfi, në një përgatitje shumë thjeshtë, bëhet shumë e shijshme, mbi të gjitha shumë e bukur për syrin, ideale për festa të ndryshme, për dhuratë, për ditëlindje. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Fillimisht I përgatitni vallëfit. Kësaj radhe nuk e kam demonstruar mënyrën e përgatitjes për arsye kohe, sepse recetën e keni në kanalin tim zyrtar se si bëhet përgatitja. Tash do përgatisim vetëm se kremin. Këtu në një tenxhere shtojna 1 litër me qumësht. Përgatitja e kësaj torte është shumë e thjeshtë dhe del shumë e shijshme. Tash është skësina e pranverës dhe ka luleshtrydhe me bollëk dhe kjo tortë zakonisht përgatitet me luleshtrydhe, andaj e kam sjell këtë recetë. Shtojna 3 pudinga luleshtrydhesh. Qofse përgatitni edhe me fruta tjera, atëherë do I shtoni pudingat të frutave tjera. Pudingat janë paketimi 40 gramësh. Shtojna 7 lugë gjelle të mbushura plot me sheqer dhe 1 vanilë sheqeri për aromë. Tash masën e përzi mirë derisa pudingat mos ngele topta. Kam përzier mirë masën, tash dhezi zjarrin temperaturë mesatare e zi masën duke e përzier, kështu vazhdimisht derisa ajo të trashet. Masa është trashur plotësisht, ka fillu që të vlojë, tash e fikim zjarrin dhe e përzi kështu tek zjarri I fikur. Ja shtojna 110 gram me margarinë apo gjallë, varet se çka ju qëllon në shtëpi, dhe masën e përzina mirë, kështu gjalpi më lehtë shkrihet kur është pudinga e nxehtë. Pudinga ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, vetëm se e përzi mirë derisa të shkrihet gjalpi. Gjalpi është shkrier dhe pudingën e largojmë nga zjarri. Pudingun e kalojmë në një enë tjetër që të ftohet më shpejt. Me një shpakull kuzhine dhe shumë lehtë largohet. Tash enën ku ndodhet pudinga mbulojmë kështu me një foli najloni. Mirëpo nuk e mbulojmë plotësisht, lajmë hapësinë kështu nga të dale avalli, sepse do zbutet dhe do bëhet shumë e lëngshme më pas pudinga, kështu në këtë mënyrë nuk do bëhet e lëngshme dhe nuk do formoj kore, dhe e lajmë që të ftohet dikon më spaku për 40 deri 50 minuta. Pudinga shtohur ja largojmë folinë e najlonit dhe ja shtoj 110 ml me ujë të ëmbël, hoplla, dhe masën e rrahi mirë me mikser. Pasi kam rrahur mirë masën me mikser, pudinga duket kështu, ka një shije shumë të mirë nga ajka I bëhet shija. Tash e marrim një enë dhe fillojmë që të rëndisim vallëfit. Kështu ju mund ta bëni më të madhe, më të vogël, varet se sa e doni. Unë do e bëj kështu me 3 pjesë. Do e ndaj këta në gjysmë. Do e vendosi tek pjesa e poshtme. Kjo masi besoj se për mua është mjaftueshme. Dhe kaloj pudingun. Përgatitja vërtet është shumë e thjeshtë dhe në fund fitoni një tortë shumë të shijshme dhe shumë të bukur për syrin. Vetëm mundohem që ta vendosi në mes të tepsisë. Hedhi nga masa dhe përhapi. Kështu pudinga futet në këto 4 orët.
Dhe kur të zbutet, bëhet shumë e mirë torta. Kur të zbuten valfit, bëhet shumë e mirë nga pudinga. Mundohem që ta rrafshoj pudinkën në mënyrë të njëjtë nga gjitha anët. Shtoni pudingë sipas dëshirës. Kam përhap masën mjaftueshëm. Tash vendosi pjesën tjetër. Do me thënë nga kjo masë do fitoj 3 renda të tortës. Dojmë në gjysmë. Përsëri shtojmë pudingë. Mënyra e njëjtë vazhdon tuqe dhe me valfë tjera të ngellura. Kam përfunduar me shtresën e fundit të tortës. Tash me pudingën e ngelur li ansorët, marr kështu një thikë për ushqim, thikë të mishit, dhe e ly ansorët në këtë mënyrë shumë lehtë bëhet lyerja. Të gjitha anët veprojnë në këtë mënyrë. Kam lyer gjithë ansorët e tortës, tash marr një shpakull të tillë, kështu nëse nuk keni mund ta merrni një piron dhe ta dekoroni tortën nga pjesa e sipërme. Vërtet del shumë mirë. Kështu gjithë tortën e dekorojmë. Fund dekori, pjesa më e pëlqyer e punës nga unë, sipër do e dekoroj me shllak apo krem pona të rrahur me mikser dhe me lule shtrydhe. Ju mund ta dekoroni siç e kam thënë, po më shumë t'i shkon me këtë pudingë dhe me lule shtrydhe. Kështu nga gjitha anët e dekoroj me shllak. Kam dekoruar nga gjitha anët, tash pak do e dekoroj kështu në mes. Dekori varet nga dëshira juaj. Do bëj kështu katrore. Dhe rreth qosheve në fund të enës do e dekoroj pak. Kam dekoruar dhe qoshet, tash vendosi lule shtrydhe. Vendosi sipër. Vërtet shumë bukur do del nëse bëni kështu dekorit. Dhe pak mermellat drellëse do ja hedhi sipër, do e spërkas kështu. Jep një shije. Nga drellëzat shtoj nga pak. Shumë pak, jo shumë.
Torta është gati për konsumim, ta ndajmë një pjesë dhe ta shihni brendësinë. Vërtet ka dalë shumë e mirë dhe shija s'ka për mi mungu, sepse tregon pamja se shijen e ka shumë të mirë. Ja dhe si duke torta Waffles. Gjithë ju motra që e përgatesni në këtë mënyrë, këtë tortë ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mi mbeqi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.